Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit. Do bëjmë leximin e vitit 2026. Si shikoni kam ndezur timianin, që është një timian bekimi e quajnë, dhe dua që nga janari dëshiroj deri në dhjetor paqe bekimin, bekuar qofshi në shëndet që është në vit të gjitha, bekuar qofshi në punë, karrierë, familje, dashuri, bekuar qofshi në çdo lëmi të jetës, profesionale, personale, qofshi bekuar të dashur ujor dhe qoftë një vit i mbar për të gjithë ju. Si që shini kam hapur 12 letra, që pasqyrojnë 12 muajt e vitit, afroj që të shikoni pak më mirë kështu, dhe të dashur, do marr 2 e 2, janar shkurtë, që ti lidh, pavarësisht dhe lexoj secilin për vete. Dhe mos më mbani për fjalë kur them do ndodh diçka në janar apo në shtator, që mund të ndodh më herët apo më vonë, nga që çdo gjë varet nga përqendrimi, fokusi dhe veprimet e juaja. Fillojmë me 4 të monedhës dhe 2 të shkopive. Të dashur, janari, apo mund të them kështu në përgjithësi që një vit kogja zgjedhës për zgjedhësh të mëdha, të dashur ujor, çlirim nga i lojrat mendore dhe një kthes që gjën drejt të dritës. Janari me 4 të monedhës ujori nis vitin duke mbajtur fort për diçka. Mund të jetë para, mendje, pozicion, marrëdhënie ose kontroll. Ka frikë nga humbja ndaj ndryshimit. Janari është muaj i mbrojtjes, jo rritje. Tani të kujdesemi çfarë do bëjmë, kjo është ajo për të mbajtur sikur diçka fort. Por shkurti vjen me 2 të shkopive të dashur, vjen një dilemë reale, 2 rrugë, 2 zgjedhje, një modësi jashtë zonës së rahatisë, shfaqet kogja qartë. Shkurti do ju hap horizontin, por vendimi ende nuk do mirret nga ju. Është pak sikur në mënyrë planifikimi të dashur ujor. Marsi dhe prilli, marsi është dielli, që është kogja letër bukur, dhe letra 0, që është prilli. Dielli. Gjërat ndriçohen të dashur ujor. Lajme të mira, suksese, ndjenjë, gëzimi ose fitore personale. Një situatë që të ka lodhur shumë, se s'dihet çfarë të bëje, sigur po zgjidhet, po hapet. Marsi është pika e parë e kthesës pozitive në vitin 2025, që nuk do të thotë prapë thashë, mund të jetë më herët, mund të jetë më vonë. Dhe letra 0 dhe letra jo më duket sikur e thash anglisht, full, që është letra 0, fillim i ri, projekte, lidhje, një kapitull i ri, zhvendosje ose stil të jetës. Ujori rrezikon, por me intuit të pastër. Këtu do rrezikoni absolutisht. Prilli me fakt sjell një kapitull të ri, pa garanci, por me shpresa të mëdha të dashur ujor. Maj dhe qershori, që është maj është tradicionalja, kryepe shkopi, dhe mbreti i shkopive, që është qershori. Formalizim, kontratë, martesë, marrëveshje ose vendim zyrtar, që është ajo tradicionalja. Diçka që nis lirshëm tani kërkon strukturë. Ma i të pyet në fakt, apo kjo letër, apo ndërton diçka që zgjat? Është dëshira kjo, që do jetë një gjë afatgjate, qoftë dashuri, marrëdhënie, punë, karrierë, biznes, çfarë do të jetë. Dhe qershori vjen me një energji që jep ujorit rolin e udhëheqës, vendos ritmin, udhëheq një ide ose del në plan të parë kudo. Ka vetbesim dhe ndikim. Qershori do jetë muaj force dhe absolutisht vizioni për
të ardhmen. Vazhdojmë me korrikun që është 7 të kupës dhe gushtin që është 5 të kupës. Të dashur, 7 të kupës, shumë zgjedhje, shumë ide, dhe ato sjellin konfuzion. Rrezik për iluzione, premtime boshe ose shpërqendrim për ju mund të jetë në muajin korrik. Korriku kërkohet qartësi, jo çdo ofertë është e drejtë, është e mirë apo e duhura për ju. Prandaj merrni pak shtruar. Gushti 5 të kupës vjen sikur një zhgënjim emocional, humbje ose pendes për një zgjedhje të korrikut. Ujori sheh çfarë nuk funksionon këtu. Është pak si një muaj reflektimi, të dashur. Absolutisht dhe asnjëherë dënimi. Tani, këtu kam kalorësin e kupës dhe kullën. Të dashur, tetori dhe nëntori, do thotë, apo më falni, shtatori dhe tetori, kalorësi i kupës, afërsi emocionale, romancë, ndjesi, pajtimi, mund të jetë vetëm me veten e juaj, të ndjeni të realizuar, të përmbushur. Dikush mund të shfaqë ndjenja ose ujori hapet ka shi dikujt. Shtatori do sjell butësi pas zhgënjimit. Dhe në tetor një tronditje pak e papritur, një struktur bie, mund të jetë punë, mund të jetë lidhje apo një besim i juaj, një bindje. E vërteta do dalë në fakt pa paralajmërim. Tetori do jetë një kthes drastike për ju, të dashur jor, por e domosdoshme, absolutisht e domosdoshme. Në çdo gjë që rrëzohet, këtë mbani mend, të dashur ujor, duhet të rindërtohet. Çfarë rrëzohet? Rrëzohet çdo gjë që është e krijuar, ndërtuar në bazament të dobët, një diçka që nuk ju jep më asgjë. Dhe prandaj kërkohet dhe është një ndërhyrje e universit, Zotit, energjisë, quani si ta doni, që të ndryshojë gjërat, edhe atëherë kur s'duam, se ne njerëzit mësojmë edhe më të keqen. Sido që të jetë, kjo do jetë një lloj çlirimi apo i domosdoshëm, një drejtim i domosdoshëm për ju. Vazhdojmë me nëntorin dhe dhjetorin, që është 6 të shpatës dhe 6 të monedhës, që të dyja janë 6. Shikoni, largim nga kaosi. Është, shikoni, keni marrë në anije, po largoheni ndika. Ujori largohet fizikisht ose emocionalisht nga një situatë e vjetër. Absolutisht e drejtë. Fillon shërimi mendor, fillon shërimi, çfarëdo lloj shërimi për të tejkaluar, çfarëdo lloj pengese, zhgënjimi apo përmbysje që ka qenë e domosdoshme të ndodhë. Nëntori është kalim drejt qetësisë. 6 të monedhës vjen balanca, ku sjell marrëdhënie të drejta, ndihmë të ndërsjellë, të stabilitetë. Ujori jep dhe merr pa sakrifikuar veten, jo siç keni bërë, keni dhënë, pa marrë asnjëherë, apo e kundërta. Dhjetori do mbyll vitin me drejtësi dhe ekuilibër, të dashur ujor. Por, kam këtu 2 letra që kam nxjerrë si tip bonus, që janë Oracle, dhe fillojmë me të parën, Playing Games. Në 2026, lojrat emocionale nuk do funksionojnë më. Nëse dikush të do s'ka nevojë për manipulim. Çfarë do ndodhë realisht? Ose lidhja bëhet më e sinqert, ashtu siç meriton, ose vërtet përfundon. Dhe një ëndër e harruar, diku në sipërfaqe, një ëndër vjetër rikthehet projekt, talent, dëshirë. Pas kullës, të dashur, ujori ta kuptoj çfarë ja vlen në të vërtet, cila betejë duhet luftohet dhe cila nuk ka rëndësi fare. Pra, për ujorin, mesazhi që marrim nga gjithë letrat për vitin që vjen, do t'i heq iluzionet, do t'i jap lirinë reale. Kur ndalon së luajturi lojra, jeta do filloj të luaj në anën e juaj, të dashur ujor. Uroj të jetë një vit sa më i mbar për të gjithë ju të dashur ujor, gëzuar.